Mesha kësaj të diel për kohën të mbledhjen e rreshajeve, mesha u drejtu nga QPSH i Shkodrës Imzo Gjovani Peragjine. Në fjalën e tij ai tha se është rasti për të ripërtëritur besimin tonë në Krishtin e ringjallur mes nesh, ndërkohë ndal për të folur dhe për krizmimet. Mesha është momenti në të cilin ne si besimtar, si kishë, mblidhemi për të falendëruar Zotin për praninë e tij në mes nesh. Është rast për të ripërtëritur besimin tonë në Krishtin e ringjallur në mes nesh. Por Krishti që i ringjallur vazhdon të duke vepruar për shpëtimin tonë, vazhdon duke vepruar për të mirën tonë. Krishti nuk është i pranishëm në mënyrë pasive, mund të themi. Çdo herë që ne kremtojmë një sakrament, do të jemi të bindur që protagonistë nuk jemi ne, është Krishti. Nëpërmjet sakramenteve Krishti vazhdon duke vepruar për shpëtimin tonë. Ja pse ne do të themi e do të besojmë që jemi gjithmonë njerëz të shpëtuar. E sot në mënyrë të veçantë jemi në gëzim, sepse disa prej jush, 70 kandidatë, janë gati për të marrë sakramentin e krizmimit. Ose si kemi thënë, quhet sakramentin e përforcimit. Pse quhet sakramentin e përforcimit? Sepse të gjithë ne, në sakramentin e pagëzimit, kemi marrë pjesë, kemi qenë të ftuar të marrim pjesë në jetën e Krishtit. Në sakramentin e pagëzimit, ne kemi marrë Shpirti Shenjtë, kemi qenë të pagëzuar në emër të Atit, të Birit e të Shpirtit Shenjtë. Por me sakramentin e krizmimit, jemi të lyer me vajin e shenjtë, jemi të plotësuar me dhuratën e Shpirtit Shenjtë. 50 ditë pas Pashkëve, kremtohet solemniteti i rreshajeve. Një nga festat më të lashta të Krishtërimit është kremtimi i kthimit të unitetit.